Bravo. Bicho e bazë ligjore po më ndani fëmijë të shtimin kera, apo më di. Mfal. Ju të shumë thjesht. Bicho e bazë ligjore po më ndani fëmijë të shtimin kera ti. Ku leje? Ligjin ka leje. Nuk Si medion si për mbaros nuk i vendim, pa vendim jetu. Avokat, nëse të vendim Shkallës dytë, ju e dini qa vendasni, po nuk ka vendim, dhe të prezentan vendimin e shkallës dytë urdhërani, pa vendim o thyni. A është dikush brenda shtëpisë? Po, ngryja dhe fëmijët janë. Fëmija më i vogël është 2018, i dyti domthonë është 2016, ndërsa vajza është më e madhe domthonë me 2015. Pra mosha më e madhe e fëmijët është 11 vjet. Tani sa i ka bërë në shkurt vajza. Ndërsa ngryja është vuan nga një tumor në kokë ka hek, e cila uroj që t'jetë mirë dhe këtyre provokimeve të krimit organizuar, të cilët kanë për ide të mbjellin panik në gra e fëmijë, do t'i vjerë fundi. Kanë të marrë dhe fëmijët tek kundërshtatshme e ta pastimi do të bëjë tek kjo prova që ka përdorur kundërshtat. Po thysh dhe gjo kanë një mrena. Tash ja situata ku duhet të kemi me konsiderat dhe hormone njerëzore që ti me komuniku me bashkëtën tome, me fëmitu, edhe me i largu që të pakten ata mos të kësojnë trauma psiqike. A mund të jetë trauma e madhe sa këtë që kanë përjetu? Ajo hala mundet më rritë. Se kanë një kapë me forcë, kështë që në qakë kaj. Uroj që ti kapin me forcë. Dhe ti kapin me forcë. Ajo mi qetë në gjdo veprim temin? Unë me ndaj që është koha një drama u bo, edhe për shkak që është njërë, gjithë shka si pas me është ju vepru njërë këndërleshme. Pikërisht. Po të lutem, është për shkak të asaj janë sociale, njerëzore, humane, bashkëpunon me gruan tonë, fëmitur dhe të vetë. Une me thonë drejtën, unë nuk jam ai që jam ty nalën fëmit. E di. Është shoqet jem randa. Po jep e një ndim sa të vogël. As nuk më ngon, as mu s'm ngon. Beson që s'm ngon, se me ngu mu, une me nënën kisha dhe vepru, po as mu nuk më ngon. Po më atjo është të luftu një non, të mbrojt të drejtën e fëmijës vet. Pra si shihet, zonja në fjalët cila gjendet brenda shtëpisë ka probleme të shumta shëndetësore, një ndër to është edhe smundja e epilepsisë, u desht me ardhë edhe ndihma mjekësore për me jep trajtim në rastin konkret dhe për shkak të thyrjes së shtëpisë në mënyrë të pamshërshme me kërkesën e kreditorit i cili gjendet së bashku me përmbaruesin lart aty në prezencën e një numri të madh të policëve, cilët e potencova që nga fillimi që e kanë për detyrë të zbatojnë urdhnin dhe kërkesën e përmbaruesit privat, ata thynë çdo gjë dhe po hinë dhënshëm brenda në shtëpi.
Mbau këno. Shtëpia shku në ekzekutim e debitorit, i cili kishte marrë një kredi në bankën Raiffeisen në shumën 50.000 euro, të cilën shumë kishte paguar deri në shumën 37.000 euro. Dhe banka Raiffeisen pronën shtëpinë që shifet këto, komplet, së bashku me parcelën aty mbrapa. Në procedurën e ekzekutimit përmbarimore, ja kishte marrë për shumën 37.000 euro kredi në vlerën 48.500 euro. Pastaj banka këtë prunë e ka shit tek personat e tretë, dhe personat e tretë të stërshit tek tjetër personi tretë, dhe në rastin konkret, sot policia ka dalë me forcat e shumta dhe me përmbaruesin privat në ekzekutim të prunës për vlerën 37.000 euro ekzekutohet pruna e cila është vlerësuar nga vetë banka për shume për çmimin 737.000 euro, pra që është rreth 20 fysh ma shumë se që është vlerësuar.